Përshëndetje dhe mirë se vini me Noli Show, Noli TV këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithmonë e pres të dielën me gëzime të mëdha. Meqense gjithmonë mundohem që të kem njerëz të botës të artit, njerëz që kanë punuar, por sot do të veçoj një gjë shumë të bukur, do të veçoj një personalitet, një personazh, një patriot. Bledar Cakalli njihet gjithësisht në të gjitha trevat shqiptare si aktivist, si një djalë i muraleve që përmes artit kontribon një ringjallje historike kombëtare. Wow, kjo është një gjë shumë interesante. Bledar, mirë dita dhe mirë se ke ardhën në Noli Show. Gjatjeta dhe përshëndetje nga Shqipëria. Atëherë shpeshherë jam pyet për aktivizimin tim në çështje kombëtare dhe si e kam nis. Unë gjithmonë këtë kam pasi detyrë. Si isha migrant edhe asnjëherë s'kam kërku llogari nga dikush tjetër që pse nuk reagon, por ja nisa vetë me reagimet, me diçka shumë të vogla, me diçka shumë simbolike. Sot që po shifem pikturat dhe muralet të mëdhaj me përmasat mëdhaj që po japin efekt në trojet shqiptare, dikur unë kam nis me $3, gjithçka që ka qenë në fillimi $3. Bledar, do të dal pak do të pyes kur kanë filluar të hapat e tua të para, nga të ka ardhen ky inspirim në shpirt që të vizatoj. Shumica e artistave që vizatojnë bëjnë një portret, një personazh të vogël, një fotografi të mirë, bëjnë, por të vish me këto fotografi të mëdhaja, të bëjsh vizatime që besoj që të ka marrë kohë nashta dhe me muaj, me gjysviti, edhe na trego pak për ato punimet edhe ngjyrat se edhe shiu kur ti roka fshihen apo jo si shkon, nga të ka ardhur ky inspirim. So unë për veti kur e kam pa, jam manit edhe kam thonën, kjo qenë ka një gjë gjigante që edhe prej aeroplanit mu pa. Kjo është një fenomen që në Shqiptari s'ka ndodhur ende. Fakt, me thonë drejtën, unë gjithmonë e kam pas pyet veten nga buron kjo ndjenjë patriotizmi dhe jam fot shumë në rënjët e familjes, derisa kam gjetë që stërgjyshi im 1860 ka ra fush betejë kundra ushtrisë osmane dhe është për mua shumë e vërtet që gjaku nuk bëhet ujë. Një farë mënyrë është një thirrje gjaku që unë të arrija këtu ku jam, edhe e kam përmend dhe e kam thënë shumë herë që gjaku nuk bëhet ujë, është pa mund me mu bë ujë. Edhe një zonë nga lart nga thjerë që normal që në fillimet e mia nuk kanë qenë në pretendimet për ose më saktë nuk e kam pas di që është media, nuk e kam pas di që është fama, nuk e kam pas di që në këtë kauzë mund të ndihmojnë dhe kontribuojnë dhe shqiptarë tjerë që e ndjejnë çështjen kombëtare. Unë kam qenë thjesht kam pa të bëj detyrën time si shqiptar dhe të kontribuoj për kombin tim. Absolutisht as lloj gjëje tjetër, as fam, as përfitime, zero, ka qenë thjesht një vetë reagim. Do të pyes nga të erdhi ideja të vish në versionet shumë të larta, në versionet do me thonë fotografit të bëhen në përmure të mëdhaja. Kemi parë që keni bërë edhe dikon me një lumë që keni bërë edhe mendoni ta bëni edhe me kilometra. Si e suportu, si ka ndodhur ajo? Shikoj, me të thonë drejtën, unë thash dhe më para kam nisë me diçka shumë të vogël, diçka simbolike, një portret 2 metër ose e shumta 3 metër, se kaq ishin mundësitë se fillimet e mia kanë qenë çdo gjë me forcat e mia, me mund dhe me djers, boja 2-3 punë në Shqipëri që arrija të boja diçka. Por kanë qenë gjithmonë shqiptarët ata që më kanë vërtet dhe shqiptarët në fakt kanë qenë ato që besoshin më shumë. Unë kisha aq besim tek vetvetja që doja arrija këtë ditë, por ka pas individ që më kanë thënë shtysën kryesore dhe fal atyre
kam arrit që ta krijoj besimin ke vetje që edhe mund t'ja dal. Si u nisën ato hapat e parë me Ken bisedove edhe si tu aprovu që ti ta bëjsh një vizatim kaq të madh. Edhe sa ke pas suportim të njerëzve që unë kam pa që kanë ardhen edhe të kanë ndihmu shumë, se kur është puna e çështit kombëtare, plus keni paraqitur figura të shquara, Ismail Qemalin, Gjergj Kastriotin, Qeriz Topullin, keni paraqit figura shumë të mëdha, tani ke dalë pak edhe në Kosovë. Shiko, më falë realitetin sa kam përmend asnjëherë në përmedje këtë pjesë, unë kam nisi nguaril fillimet e mia. Si fillim kam pas bo vetëm shkrime, pastaj ja nisëm me pikturën dhe ka qenë mbështetje pak a shumë ose forca më e madhe kanë qenë shtysat e disa individëve në patriot ose frymëzimi më i madh mund ka ardhur edhe nga dëshmorët që kanë luftu pasi lloj kushti, vetëm kanë shku, kanë dhënë jetën për Kosovën, kanë dhënë jetën për trojen shqiptare. Dhe shpesh herë pyetem dhe kritikohem në këtë pjesë që pse rrezikon kaq shumë, se mund të përmend edhe çështjen Çame që Çamëri është për mua është ndaluar Çamëria për arsye që unë kam qenë shpesh herë në terren në zonat e Çamërisë dhe kam pas shumë probleme me policinë greke, siç dihet, çështja Çame nuk ekziston për ato. Por du ta lidh me këtë pjesën që të bësh detyrë ndaj kombit është një gjë shumë e madhe, është mbi shumë individ dhe dëshmorët që dhanë jetën, shkon dhanë jetën, kishin dhe ato familje, kishin fëmijë, por lanë gjithçka për kombin. Edhe pse dashuria ndaj kombit nuk duhet të lidh shumë ke kjo pjesa ose të shohim të pjesën që pritson kanë familje dhe nuk mund të bëj këtë. Jo. Kjo është diçka që ndjen dhe e buron dhe nuk e llogarit të bësh diçka për kombin apo mos bësh. Jo, edhe një fort mirë, po dalim pak Kosovën, se po do të me thonë Kosova, se ne gati të se jemi një kamp, se shpejti besoj që edhe një shtet. Ju e dini edhe ju vetë se ne Kosovarët që kemi kaluar ato vitet, periudat e pushtetit sërb për unë e maj men për shumë vite. Ju e mani men pak këto kohënat e fundit që i kanë qenë në lutë. Çka të motivoj tyje që të vish edhe me disa punime të herojve tanë, Adem Jashari, disa figura tjera, edhe keni shkuar në Prizren, dikon keni bërë disa punime, ku keni bërë? Fakt, diçka me Kosovën. Unë Kosovën dhe Shqipërinë nuk mund të ndaj. Është një ndjenjë shumë e veçantë. Mund të përmend rastin kur kam qenë për herë të parë në Kosovë edhe ka qenë një ndjenjë shumë e fortë. Edhe po janë ndjenjë është akoma se herë jam në Kosovë dhe asnjëherë nuk i kam dashur si Kosovën si Shqipërinë. Ka qenë mua Shqipëria më lindi, më dha këtë zemër që kam, edhe Kosova ka më bë më të fortë që të jem më i fortë që të luftojnë troje tjera shqiptare. Si është dihet, Kosova dhe Shqipëria janë dy shtete, por jemi një komb. Edhe unë du të kem mbështetjen e kombit edhe dy shteteve shqiptare që të jem gjendje të vazhdoj dhe në troje tjera, siç është Lugina e Preshevës, Ilirida dhe Çamëria, Malësia, Sanxhaku, edhe Kosova e Shqipëria është frymëzimi, është kuraja, është mbështetja që nesër pas nesër të vazhdojmë dhe në troje tjera. Siç e thash dhe më parë, Kosova dhe Shqipërinë nuk e ndaj. Unë ndihem si në shtëpi time kudo që shkoj. Sa për muralet, me të thonë drejtën, kanë qenë fillimet e mia që ka qenë Kosova, mund përmend Mitrovicën, Suareg dhe Prishtinë, por nga që kanë qenë fillimet e mia nuk ka pas efektin që kam unë sot tani për momentin. Shkoj të bëj diçka në Kosovë ose në qytetet e Kosovës, por fillimet kanë qenë me Kosovën dhe me Shqipërinë.
Si je mirë prit prej, mëse jemi tash pak në Kosovë, si je mirë pritur prej popullatës kosovare, për këto punimet e tua, a të kanë ofruar që në vijem, une me ta tregu drejten duke të përcjellur edhe duke i pa punimet e tua, thash po si ta kishin bën një muri anin atë varrezat e familjes Jashari, edhe të vendoset një portret i yti madh që kur të hyjnë njerëzit me pa një mrekulli që nuk ka ndodhur kjo. A më kupton? Si e mirë pritur edhe që keni vizituar edhe familjen Jashari Bej Basa Rifat, si e prit me te, pash disa foto me te? Shiko, janë disa zona në trojë shqiptare që ndihesh, ceka dhe pak më parë ndihesh një shpitone, nuk e ke, e ndjen atë pjesën që je i sigurt apo. Mund përmend disa raste që kam kalu sfidat m'dhaja në ceka pak më parë Çamërin, në Kostivarin, në disa zona tjera që realisht kam qenë trojë shqiptare, kam qenë për një kaos për tokat shqiptare, për historinë e kombit ton, por nuk e kam dije veten shumë të sigurt, edhe sigurinë që ma jep aqherë sa shkoj në Kosovë edhe Shqipëri nuk e kam asnjë lloj vendin trojë shqiptare, për shkak që ne do të përmendim dhe disa fakte që historia e kombit nuk është vetëm Kosova dhe Shqipëria. Ne kemi Iliritën që dhe sot e kësaj dite po asimilohen shumë shqiptar. Kemi zonën e Çamërisë që shumë pak individ ose media e cekin që shqiptarët e Çamërisë i ke buq, e shumëta kanë një lokal në fshat. Komplet pushtetin në krahinën e Çamërisë e kanë grekët të ardhur nga Izmirni, duke përfshirë gjyqtar, prokuror, polic, kryetar bashkie, janë ato që e komandojnë. Edhe kjo është ajo që çamët sot atje nuk mund të ngrejnë kokë, se janë të shtypën në një lloj mënyre tjetër sot. Qëllimi është i njëjtë, si tubimin e çamëve edhe sot, po thjesht sot kanë ndryshuar metoda. Punimet e tua që bëhen nëpër muralet e vendeve tona shqiptare atje, si e ke reagimin e popullatës tonë shqiptar kur të vinë dhe shikojnë punën dhe ta bojnë, wow, kjo është, mundohet që nështë ndodhe njerëzit edhe qajnë. Unë për veti, kur e kom pa, besoj lot më kanë dalën, se është një gjë, një fenomen që kur e ke patriotizmin në shpirt dhe në zemër, sidomos më për neve që jemi jashtë vendit, neve na prek kjo shumë. Si reagon popullata? Faktu këtu të tregoj të vërtetën se unë kam nisur diçka të vogël dhe duke parë reagimin e shumë individëve dhe njerëzit janë më sinqert kur i ke aty në terren sa nëpër media ose nëpër institucione që një farë lloj mënyre nuk mund të shprehin ato çfarë ndjejnë dhe aty është terreni që i shpreh gjitha, i tregon gjitha. Mund të përmend shumë raste që realisht janë prek shumë për arsye që çdo kush që është afruar aty e ka dashur vendin dhe historinë e këtij kombi, por thjesht nuk e kanë atë mënyrën ose individin që t'i përcjelli që të shprehen çfarë ndjejnë. Dhe ka pas shumë raste, duke ja nisë nga Pogradeci që ka qenë një rast shumë i veçantë deri ke muralja Fushkrujes, Begrizos që janë dalë njerëz dhe kanë arritur deri në atë pikë sa i përlot të mputhet të përqafu, aty në tilla momente e kuptoj që kjo është kauzë më e madhe vëlla se unë si individ. Kjo kauzë jo përket gjithë, siç jemi bashkuar në shumë piktura që kanë kontribuar nga gjitha trojët shqiptare, edhe emigrant nga Amerika, Evropa, kudo që ka shqiptar, kjo ta jep atë mesazhin që duhet me vazhdu, s'duhet me ndal, duhet me tregoj historinë e kombit ton, edhe të vërtetën se bollën e kanë shkruar tjerët,
edhe e kanë dëfërmu, e kanë vjedh, me kanë coptu, deri në atë pikë sa që krijuaj dyshimi, jemi apo si jemi në këto që sot krenohemi me plisa, me gjuhë, me shumë histori. Bleder, dua të di kritikat. A ke pas ndonjë kritik prej ose prej njerëzve ose prej institucioneve? Sa po i përket institucionet kur s'kanë reagu, as nuk besoj që dhe reagojnë për shkak se është një kaos që ato nuk e duan, se nëse do e kishin dash, do kishin reagu, u bo kaq vite unë të rënë dhe kur s'kanë reagu, për disa arsye besoj që tani kur ngjall disa figura që kanë bërë historinë e kombit, ato si shqiptar mund ndjen mirë, por si politikan edhe si individ që e kanë shkatruar këtë vend, nuk duan që populli shqiptar të rizgjohet edhe të reagoj në atë lloj mënyre që të jemi të vetëdijshëm me reagu, se problemi këtu në Shqipëri edhe në Kosovë është edhe në troje tjera reagimi. Do të më kërku drejta tona që na përket. Nuk mund të jemi kaq përgjumë sa që jemi sot. Që për fat keq që kemi shumë probleme, për shembull mund të përmendim në rastin e Himarës me Omonjan që më ka ngrit një akuzë shumë absurde dhe më ka çuar për gjykat vetëm se thash një të vërtetë për çështjen Çaume. Nuk do të jemi kaq inferior ndaj grekëve dhe serbëve, se në fundit ne në anën tonë kena historinë e vërtetë, jo histori falso. Dhe kjo është ajo që duhet me cek gjithmonë. Bazohemi gjithmonë tek e vërteta. Se i përket institucioneve, këtë du ta bëjmë. Nuk du të kemi frikë as nga grek, as nga serb, nga askush tjetër, se jemi me drejtën tonë edhe të vërtetën tonë. Se i përket njerëzve, pastaj është çështje tjetër, tash është krenaria dhe frymëzimi më i madh që të vazhdoj edhe më tej. Këto punimet e tua, për secilin shqiptar që e kupton, është një mesazh shumë i madh, edhe një gjë që i rikujton gjeneratat e reja, edhe e dinë se kush kanë qenë, domethënë, herojtë tonë ose njerëzit që kanë dhanë jetën për lirinë, sidomos Kosovë, pa marrë parasysh gjithkund që kanë qenë në trojet tona shqiptare. Do kisha dalën pak na tregosh për materialin e punës së juaj edhe sa jesin këto fotografi në përmure që mundosin njerëzit kanë dëshirë që të bojnë në për shtëpijat e tyre ose të bojnë në për pallatet e tyre, se ju e dini edhe shumë mirë që në Kosovë ka shumë dëshmorë që kanë dhënë jetën. Kanë një dëshirë njerëzit që të bojnë një pikturë në murin e shtëpisë tyre, ose kanë dëshirë të bojnë me një pallat, si quhet në Kosovë banesa. Sa është efekti i këtyre dhe sa qëndron ajo pikturë në muri atje? Shiko, fillimet e mia kanë pas përdorur një material sa më të lirë të kushtueshëm, për shkak se nuk kishin mundësitë financiare që të bëje diçka më shumë. Por tani me morale që po bëhen diku ke 15-20 vjet rezistencë, që do jenë aty që të përcjellësh 15 vjet historinë në një rrugë, është arritje, nuk mund të bësh diçka më shumë. Por duke parë dhe që po jep efekt kjo kaos, tani kanë vazhduar me gdhënien siç është muralja e Indrit Carës, që nga një muralja thjesht po kthehet një park pak a shumë. Dhe ideja është që ta gjejmë mënyrën që këto figurat ngelin përjetësisht, siç është ideja për shembull e Nën Terezës dhe Gjergj Kastriotit të këdhënden në ngur, që kjo kaos ose të lejmë shenjë paktën këtë jetë që jemi ne, të bëjmë detyrën ta lejmë shenjën tonë për brezat e ardhshme që mos harrohet historia. Se i përket në përshpia, unë nuk e shoh shumë si drejt këtë pjesën,
unë s'kam bo si pikturë për vete, as nuk e mbaj në shtëpi, as nuk e nxjerr në kënd, as nuk e kam shit. Unë jam të bo piktura më tregu historinë e kombit tim, në rrugë, në sheshe, kudo që janë. Dhe ky është mesazhi, kjo është kauza që njihet historia. Edhe gjë më e bukur që kam bo, ka qenë muralja e Gjirokastrit në sensin e mesazhit që është përcjell, kur kam fut Det Gjon Luli në Gjirokastër, se në Gjirokastër pak informacion kishin, po Det Gjon Luli është ndër figurat e para që ngriti flamurin në Malci, 1911. Edhe është lënë shumë të harres. Dhe duhet përzi pak kjo pjesa e figurave. Në Kosovë mund të njohin shumë figura të Krahinës ose një qytet i caktuar, por nuk din shumë pak për figurat e Labërisë, Dibrës ose të krahinave tjera. Edhe informacioni i shkëmbym, edhe figurat që përzjedhen, bohen kudo që janë, është gjithmonë ajo esenca i bashkimit dhe njohjes së historisë. Nuk jam i fokusuar vetëm ke ajo pjesa që të bëhet figurat lokale. Flasim për Lezi Sufin, Lezi Sufi s'ka di pranë që e njeh. Po Lezi Sufi duhet njihet edhe në Kosovë, duhet njihet edhe në Shkup, edhe nga shqiptarët e Çamerisë. Në fakt janë shumë figura që janë simboli i bashkimit, por njihen vetëm në zona lokale. Dhe ky është një problem shumë i madh që duhet bëhemi kombëtar, jo lokalist. Wow. Si e kështë mendue, me qenë se jo e dini edhe shumë mirë se Shtetet e Bashkuara kanë reaguar për çështjen tonë shqiptare ku anë mban në trojet tona, si që janë Bill Clintoni, Joseph Diogardi edhe William Hukeri. A kishe mendu në herë këtyne 3 liderëve të mëdhej që ta bësh një vizatim të bukur me një vend ose me një shesh të bukur që të përkujtojnë edhe këta njerëz që kanë qenë edhe sot e ditë përpiqen të na ndihmojnë për çdo aspekt. Shiko, historia me Amerikën nis shumë më herët që në coptimin e trojeve shqiptare që për fat mirë Amerika ka qenë që kemi këtë Shqipëri që është sot. Amerika është ajo që kemi këtë Kosovë që është sot, dhe normal që populli shqiptar ndihet krenar dhe mirënjohës ndaj Shteteve Bashkuara të Amerikës. Sa për portretet, pse jo, ndoshta edhe të ardhmen mund bëhen diçka tjetër. E di pse po them. Po ti tregoj me lidhja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E di pse po them për shkak që ne jemi këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe neve na u dhënë mundësi, na është dhënë mundësia për çdo aspekt të punës, për çdo aspekt të çdo sendit, e kështu që pse mos ti nderojmë edhe këto tjerë. Me sa po mundem unë me pa se puna jote edhe pasioni yt për këto punimet e tua që i kanë vetëm patriotizmin në shpirt që del nga duart e tua të arta, edhe po e vepron. Planet dhe programet e tua në vijem, se ne shqiptar kemi dëshirë të dim se çka do të bësh edhe në vijem. Kështu që çfarë do të bësh, çfarë punime do të bësh, sa kime pas suportin për njerëzve dhe a ke nevojë për suport? Nevoja është gjithmonë. Thash jam një njeri shumë i thjeshtë, ndoshta nuk hyas ke stresa e mesme, por është ajo dëshira e madhe që të bëj diçka për kombin tim. Normal që projektet do nisen që duke filluar nga e marta për çështjen çame për genocidin ndaj shqiptarëve civil të zonës dhe krahinës Çamerisë. Por dëshira më e madhe është që përveç trojeve shqiptare të dalë dhe jashtë territorit të Shqipërisë, Kosovës, domethënë në Europë, aty besoj që do godas më shumë, duke shpalos nëpërmjet artit historinë e kombit që për fat keq është coptu dhe jemi ndër kombet më të dëmtuar në Europë.
Me të dhanë mundësia, si që e përmenet edhe në perëndim me dalë dikon. Mundo që ka shumë njerëz, nacionaliteteve të ndryshme që janë në Evropë, edhe ata, ndonëse kanë edhe ata një histori tyre që kanë herojët e liderat e tyre ose njerëz, po të kishin tonë, a kështë mujtën me na i bërë, për shembull, një karakter tonin që ka luftuar diçka, a kështë mujtë ta bësh edhe atë? Unë sa të jem gjallë për vetën time s'do bëja si gjë njërë. Unë thjesht do bëj cekja pjesën e historive të kombeve tjera, por nuk besoj majtë sa kam lexuar për historinë e Evropës, nuk besoj që ka komb tjetër përveç kombit shqiptar që është kaq shumë i dëmtuar. Ne jemi vetëm i komb që nuk kena sulmu kërkon, edhe për këtë gjë ndihem më shumë krenar, është që gjithmonë kena luftu për drejtat tona, edhe me mbijetu. A kishe pas dëshirë ta vizitoni Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe qa kishit mendu me ba këtu diçka? Sa këtu kemi nevojë, i kemi disa rrugë që janë me emrat herojve tanë, i kemi, a kishe menduar edhe këtu më ardhen, si që kemi në Arthur Avenue, kemi rrugën Gjergj Kastrioti, edhe plus shqiptarët janë me të vërtetë është një fenomen i madh. Shumica për ty ne kanë mundësinë që kanë blerë edhe pronat, edhe kanë bërë lokale, kanë bërë apartamente, edhe kemi disa vizatime që kanë bërë dikush, edhe kështu që... Po, i kam pa në për rrjetet sociale, nëse se bëhet fjalë për kauzën kombëtare, unë mund shkoj deri në fund botës. Por nuk du ta praktizoj vendin tim. Unë du të luftoj, jo të fshihem, se ka pas shumë kauza që kam pas probleme, edhe kam zgjedhur të luftoj, edhe përballem, jo tiksi frikacak, por do ta ndaj pak të çështjen për në Evropë dhe në Amerikë, nëse bëhet fjalë për çështje kombëtare me kontribu edhe me zgju historinë e kombit tim, jo në Amerikë, po në fund botës do isha i gatshëm me shku. Wow, kjo është një fenomen i madh, edhe kisha pas dëshirë që të dija një mesazh për të gjithë popullin shqiptar, edhe dua të di atë konceptin tën, mendimin tën për çështjen kombëtare, se si e sheh ti veten dhe si e shef se si duhet me qenë. Shko, po flasim për politikat e sotshme, është diçka që ka tentativë gjithmonë për çarje, edhe kjo ka qenë fakt historik që ne na kanë përçarë shumë shpejt për disa arsye. Ne nuk mund, shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë nuk mund të merren me disa individ që krijojnë vetëm përçarje, se është ndamin tonë. Unë e shoh në këtë lloj mënyre. Nëse Kosova dhe Shqipëria nuk janë gjendje të bashkohen, kur ne nuk mund të jemi të zot me mbrojtje shqiptarët e Lirisë, Kosovës, Çamërisë dhe të rojave tjera. Sa më të fort bombi, sa më të bashku, aq më të zot do jemi me mbru interesat e kombit të shqiptarëve jashtë dyshteteve shqiptare. Wow. Dhe për fond kisha pas dëshirë cilin projekt plan do ta kesh në vijim. Ceka dhe pak më parë është genocidi Çam Krek, që është kryer kundër popullsisë shqiptare Çamërisë, që do niset për punë ditësh. Është një dokument që duhet shfaq dhe një histori që duhet tregu. Është pak delikat, nuk janë thjesht piktura, se pikturat thjesht ne përmenim morale ose piktura, por thelbi atyre është komplet historia. Dhe shpresoj që t'ja dalë. Për Zotin kemi ja dalë, edhe me të vërtetë duhet të them një fjalë, është kënaqësi edhe është një bekim i Perëndisë që sjell Perëndia njerëz sikur ju që jeni, dhe në përmes shpirtit tanë, dëshirës tande, për vendin tanë, ka ardhur një fenomen që me duart të tua, si që thash edhe parë me të arta, të bësh një fenomen, si që thash, që këtë bota ta shef. Edhe po nuk zhdrypen në vendin tonë, ta vizitojnë vendin tonë, mujnë edhe me pa prej aeroplanit. Kjo është një gjë që nuk ka ndodhur,
edhe shpesh herë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës njerëzit bëjnë disa reklama të mëdha dhe bëjnë gjërat më të mëdha që mund të shifen, e kështu që shqiptari jon i suksesshëm edhe dua të falenderoj shumë, ishte një kënaqësi ime se të flasim me juve. Më duhet ndoshta edhe me orë për punën dhe punimet e juaj, kështu që unë do të jem falënderues që ishte në emisionin tim në Oli Show, në Oli TV këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që shikohet në kanalin 39 në TV Alb dhe në Nimi TV kanalin 250, ku mund të shikoni edhe me të vërtet është një kënaqësi e madhe. Kështu që të falenderoj shumë, edhe nëse ke prap një pyetje për mua, lirisht mund të më thuash. Rreth parë kënaqësia është e imja se shqiptarët e Amerikës i kanë pas mbështetje dhe frymëzim që unë të vazhdoj përpara. E ceka dhe pak më parë, ne do të jemi më pak në kom tokë kur cekat çështje kombëtare, do të jemi më realist, do të jemi më të ndjeshëm se në fundit nëse nuk ke një histori s'ke as të ardhme. Ky është problemi. Ne nuk mund bëmi europian pa historinë e ilirëve, dardanëve e periodëve. Do të rregoj historia. Ne nuk mund mburmi vetëm me mesjetën, se nëse ne mburmi vetëm me mesjetën, ne i bie që ne jemi të ardhur. Është pikërisht ajo që na akuzojnë neve shqiptarëve sot në trojet tona, autokton, që është bo një lupim shumë i fortë që ne të qumi nga të ardhëm nga Kaukazi. Nuk mund të quhet kisha e Deçanit serbe, se serbët e bota slave erdhin në shekullin e 6-7, kurse ne jemi autokton. Do të jemi pak më serioz kjo pjesa. Gjithsesi unë të falenderoj shumë. Pra ishte kënaqësia ime edhe nderi madh nëpërmes këto duar të arta, edhe shpirti i tij për patriotizëm shndron piktura të mëdha gjigante nëpër trojet tona shqiptare, Bledar Cakalle. Faleminderit dhe ishte kënaqësi ime që ishim së bashku ne të dy.